Hello? Mirëdita, na dëgjoni? Në rregull. So good afternoon, Mirëdita të gjithëve. Mr. Prime Minister, I nderuar kryeministër, ladies and gentlemen. e nderuar Thank you very much kryetare for this invitation e for this bashkisë, ju falenderojmë shumë për këtë ftesë dhe në fakt competition. është vërtet një garë shumë e rëndësishme. Së pari më lejoni që t'ju them se kush janë antarët e ekipit tonë. Katrin Mosbach do të flasë, gjithashtu Laurent Crançon, që është artist, si dhe unë, dhe unë përfaqësoj të zyrën tonë AUC në Paris. Gjithashtu kemi edhe ndihmesën e inxhinierëve të ndërtimit për fasadën, si edhe zyrën e arkitekturës UDV në Tiranë. Do të filloj me këtë fotografi të zonës për cilën bëhet fjalë, në rast se dëshironi përgjigje për pyetjen që po bëni, që është si imagjinoni ju të ardhmen e kësaj vendodhjeje. Në fakt, përgjigja është shumë e vështirë dhe delikate sepse jemi mu në zemër të qytetit, në qendër të kryeqytetit të Tiranës, shumë pak hapa nga sheshi Skënderbeu, që në fakt edhe kjo garë tregon riatëzimin dinamik të qytetit të Tiranës, të kryeqytetit, të cilën e ka filluar vetë kryeministri kur ka qenë kryetar bashkie dhe që po e vijon sot në krye të qeverisë. Pra ishte një detyrë e vështirë për ne për të menduar se si do të ishte kjo zonë tjetër urbane pranë bulevardit Zogu i parë dhe që është gjithmonë kaq pranë kësaj lagjeje me banor, pra një zonë rezidenciale. Dhe përpara se t'i përgjigjemi kësaj pyetjeje, dhe pasi vajtëm në vendodhje, duke parë zonën, duke patur një ndjesi për të, ne menduam që të kishim disa imazhe të forta, të cilat na tregojnë vetë hapësirën dhe bëjnë edhe jehon. Është ky imazh nga një artist dhe titulli quhet Fantasma Bologna. Për ne ka qenë shumë interesant se na ka treguar se sa vertikal mund të jetë qyteti pavarësisht se ekziston në formë horizontale. Imazhi i dytë është projekti Ajerman Berlinit, që ka qenë një projekt i shkëlqyer i Ajermanit dhe që tregon modernitetin së bashku me ose më saktë duke u përforcuar nga historiku i qytetit. Kështu që këto dy imazhe të para bën që ne të kuptonim që këtu nuk po e fjalë vetëm për të krijuar kullën më të lartë të mundshme në kryeqytet, por që të kishim një bashkim të historisë dhe të modernitetit, të këtyre lagjeve që gjenden pranë kësaj hapësire, duke krijuar kështu një histori hibride të Tiranës. Ne këtë imazh e quajmë serën, që quhet Sera e Lisbonës, dhe na kujton nevojën që ne duhet të mendojmë për këtë zonë edhe duke parë atë si natyrë, si gjelbërim, si pjesë relaksi, por kemi dhe Crystal Palace në Londër, i cili në fakt është një pallat prej xhami dhe është vërtet një hapësirë publike shumë e rrallë e cila është përdorur. Nga këto dy imazhe janë mesazhe shumë të forta për ne, për projektin tonë, dhe kështu ne u bindëm dhe jemi të sigurt që do duhet të propozonim një hapësirë publike e cila do të ishte piknisja e projektit tonë. Kërthizën e qytetit për të gjithë zonën që do të ishte identiteti i saj, një zonë të përbashkët, një zonë të freskët në zemër të qytetit, nga një piano nobile, dhe do ta shikojmë më pas, duke parë pastaj edhe pjesët e tjera të
të godinave që janë aty pranë. Pra, ideja ka qenë që përparësi të jepej zonës së poshtme ku mund të jenë pra të gjithë qytetarët të krijonim këtë propozimet e të çmendur në rast se mund ta quanim kështu, po duke ofruar me bujari të gjithë të hapësirë për qytetarët e Tiranës. Pra, synimi është si do të mund të ofronim qytetarëve të Tiranës këtë hapësirë të madhe, të jashtme. Kemi patur dhe këtë imazh të Padovës, Palazzo de Regione, dhe edhe ky imazh na ka ndihmuar sepse na ka treguar pra se çfarë janë institucione demokratike, kjo hapësirë demokratike, e cila është në një shesh të madh në Bologna. Edhe gjithë ndërtesa në vetvete është e bukur, dhe nga ky imazh ne jemi të sigurt. Jemi të sigurt që kemi dhe hapësirën kulturore të duhur të programet, pra teatrin, kinema, por edhe galeri arte. Dhe jemi të sigurt pra që kjo lagje e re e Tiranës, kjo zonë e re në risinë e saj, pra do të ofrojë edhe kulturë. Pra, siç e patë edhe ju, ne jemi përpjekur që të krijojmë një imazh të dyfisht, duke bërë bashkë sheshin, por edhe këtë pjesë të re. Pra, ne mendojmë që ajo do të jetë në vimësi të sheshit Skënderbej. Një hapësirë kaq e madhe në qendër të qytetit, ndërkohë që pjesa e dytë do të jetë një hapësirë e madhe, por do të jetë edhe e mbuluar dhe e gatshme pra për të përdorur nga të gjithë. Këto janë dy hapësira. Pra kemi zonën që ofron projekte dhe sheshin Skënderbej, njëra ka të bëjë më shumë me kushtet e jetesës së banorëve të Tiranës, dhe për këtë arsye ne dëshirojmë që të mendojmë pikërisht për këtë idenë e katit të parë, që është kati ku do të jetë sheshi. Në kohët e mëparshme, njerëzit kanë përkthyer kushtet e tyre në arkitekturë, duke patur parasysh pra pikërisht zonat që u kolonizuan nga njerëzit, dhe në fillim ka qenë vetëm kati i parë. Ky ka qenë fillimi i arkitekturës. Më pas kemi patur edhe katin e dytë. Gjithashtu për ne si arkitekt të hapësirave të gjelbra, pikpyetja për ne është si mund t'japim perceptimin e një hapësire të madhe, por ama në një vend të kufizuar. Hapi i parë është duke theksuar kushtet ekzistuese të zonës. Pra, e shikojmë këtu që kjo është zona e cila u ofrohet, por për të ardhmen, ne do të ofrojmë atyre të njëjtën hapësirë, por që atyre të duket më e madhe. Një strategji është një modulim mes aspektit makro dhe mikro, për të mirëpritur edhe jetën biologjike, sikur të kishim qeliza me miliona qeliza që bëjnë një trup të vetëm. E gjitha kjo për të gërshetuar edhe zgjerimin horizontal, por edhe ndarjen vertikale, duke sjellë kështu florën dhe faunën e re në këtë zonë me aktivitetet të reja. Kështu njerëzit mund të kalojnë në mjedise nga më të ndryshmet. Për shembull, kalojnë nga sheshi i poshtëm deri lart me ashensor në terracën e gjelbër, do të kemi edhe zona me hije, qoftë kjo nga gjelbërimi, në mënyrë që për jetën e përditshme dhe për qytetarët që kalojnë aty, apo për vizitorët që vinë nga jashtë që të kenë edhe hije gjatë muajve të nxehtë të verës. Këtu kemi një aspekt hibrid të asaj që mund të shikojmë, jo vetëm të asaj që shohim, por edhe të gjërave që nuk shohim dot, pavarësisht për shembull që mund të kemi edhe minerale të ndryshme rreth rrotull. Pra, nga aspekti ynë, mendojmë që është një zonë relativisht e vogël, megjithatë ne mund të bëjmë shumë edhe me zonat kufizuara. Then here, in order to ensure this common ground, në mënyrë që të kishim këtë kat të parë tek sheshi, ne kemi menduar që të kemi një projekt kompleks
të gërshetuar në dimensione të ndryshme që të mund të përdoret 24 orë në ditë, 7 ditë në javë me funksione nga më të ndryshme si hotele, apartamente, teatri, kazino, kinema, restorante, kafe të tjerë, në mënyrë që kjo hapësirë e re e qytetit, e hapur e qytetit, të jetë një hapësirë e përdorshme gjatë të gjithë kohës për të gjithë qytetarët. Dhe kjo është arsyeja sepse ne zgjodhëm pikërisht të lloj projekti, pra që të kemi të bëjmë pikërisht këtë zonë. Pra kemi sheshin, pjesën e sheshit, katin e parë, që është shumë i rëndësishëm, që prej hyrjes dhe kalojmë pastaj tek pjesa e brendshme. Kemi natyrisht dimensione të ndryshme, kemi dhe objekte që do të jenë ikona në vetvete, të cilat Laurent do t'ju shpjegoj, dhe gjithashtu kemi krijuar pra një mjedis që mund të përdoret nga të gjithë, sepse ajo që ne duam është që të shikojmë edhe kontrastin ndërmjet sheshit Skënderbej dhe kësaj zone, e cila do të ofrojë më shumë. Dhe ne mendojmë që kjo është shumë e rëndësishme, sepse pyetja që bëhet është pra që të zhvillohet kjo zonë kaq pranë sheshit Skënderbej, dhe Laurent e kërkuam që të na krijojë një instalacion që të na tregoj edhe një herë këtë ndjesinë e një hapësire kaq të hapur dhe shumë të gjallë. Faleminderit dhe mirëdita të gjithëve. Jam vërtet shumë i kënaqur që jam pjesë e këtij projekti, sepse ajo që ne diskutuam me të dy kolegët, edhe përpara disa vitesh në fakt, është një mënyrë se si mund të integrojmë artin në qytetet tona, por edhe në arkitekturë. Pra, ideja këtu nuk është që të kemi thjesht një projekt dekorativ apo zbukurues apo trofe, por ideja është që këti pozicione artisti të jap mundësinë që të pjesë e ADN-s së qytetit, pra kësaj krijese që ne po arrim të kemi së bashku. Dhe titulli i projektit tim është Gjallëri me këto kolona. Pra ideja është krijimi i ritualeve bashkëkohore dhe ndërtimi i një pylli artificial. Ne besojmë që qytetet sot kanë nevojë për hapësirë për të bërë më shumë se ç'mund të bëjmë ne. Pra duhet të na rilidhin edhe me perceptimet që ne kemi me njëri tjetrin dhe me njëri tjetrin. Pra, ky ritual është ideja që ne na duhet që të krijojmë momente, përvoja, në mënyrë që njerëzit të mund të takohen me njëri tjetrin, por të ketë edhe një farë enigme, një funksion të ri ky qytet. Kështu që ky art është një përvojë në vetvete, janë pjesë dhe vepra arti që do të mbeten në qytet, që do t'i japin gjallëri qytetet, sepse secila prej tyre është në formë kolona apo shtylle. Në këtë hapësirë publike për të ulur, ndoshta edhe për të shtrirë dhe për të ndjerë përjetimin e kolonës. Pra, janë kolona të cilat janë të krijuara me materiale shqiptare dhe që tregojnë në fakt edhe pikërisht edhe aktivitetin diellor. Kjo tjetra është Sonic Oblong, është e ndërtuar, është një instalacion 360 gradë dhe mund të është prej guri dhe është e krijuar pikërisht për projektin. Ndërsa kjo kolon është një strukturë e frymzuar nga vetë pemët dhe është një ndërthurje e motiveve prej druri, prej elementeve të drurit dhe do të çliroj gjithashtu edhe pjesën e vetë. Pra është në formë kacavjerse, ndërsa kjo kolon tjetër është me anën e mermerit
blu dhe është frymëzimin e marrim nga lashtësia. Ndërsa kjo është si shkëmbind natyror dhe prodhon edhe një farë nxehtësie. Pra ideja është që të krijojmë një pyll artificial. Kur ti ecën në pyll, dëgjon tinguj nga më të ndryshëm, cicërimat e zogjve, zhurma nga më të ndryshme, janë si dhurata dhe ideja është që me ndihmën e teknologjisë të rikrijojmë këtë pyll eksperimental. Një krijim tjetër është ky projekt me këto perde, do t'i quaja unë, që janë në fakt disa piktura që unë i kam bërë që prej 15 vitesh më parë, po që janë astronomike, janë futuriste, pra ideja është për të patur një perde shumë të gjatë që ta lejoj hapësirën që të freskohet nga era. Dhe prandaj është kjo perde shumë e gjatë, e cila do të jetë pjesërisht e hapur. So here you can see the highest tower of our project. Kulla më e lartë e projektit ton është rreth 200 metra e lartë, e cila është pikrisht edhe ajo që krijon lidhjen ndërmjet sheshit dhe kësaj zone, nga pjesa qendrore. Dhe është edhe aty është edhe hyrja për në këtë lagje ose zonë të qytetit. Ne kemi shpjeguar pjesën e poshtme dhe tani do të shpjegojmë se si e kemi menduar pjesën e sipërme. Dhe marrëdhënien që ekziston ndërmjet poleve të ndryshme dhe gjeografisë së qytetit, pra ndërmjet pjesës së rrafshit dhe maleve të qytetit. Në fakt, maketin e keni këtu në anë, por kjo është vetëm për t'ju treguar se si e kemi menduar ne larmin që ofrojmë në arkitekturën tonë. Por ne mendojmë që kjo e bën shumë interesante gjithë idenë duke ofruar kështu pamje të ndryshme gjeometrike. Kjo është pamja nga lart, kjo është pamja nga sheshi, ndërsa këtu kemi një ndërtesë moderne, e cila gjendet atje. Kjo është një pamje tjetër. Ky është edhe Palacio Civico, që do të jetë edhe një ndërtesë publike. Kemi edhe një kull më të vogël, e cila është me restorante dhe është rreth pjesës qendrore, për shembull në Tokyo, e kemi këtë superimpozim të restorantit. Dhe kështu, për shembull, kjo ndërtesë publike bëhet një ndërtesë shumë e rëndësishme në këtë zonë të qytetit. Gjithashtu, këtu mund të shihni se si është ngritur piano nobile dhe që në fakt del pak a shumë mbi qytetin dhe në këtë mënyrë të gjithë në të mund të shikojnë qytetin dhe gjeografinë e tij. Këtu mund të shihni ato perdet që u shpjeguan më parë nga kolegu im, si edhe kullën, një nga kullat. Ndërsa për materialet që do të përdorim, ne si për kullat edhe për ndërtesat që t'jenë prej çeliku dhe xhami, por edhe nëpërmjet gurit që gjendet në Shqipëri, dhe që të bëjmë lidhjen me sheshin Skënderbej, me ngjyrat që ofron sheshi Skënderbej, dhe për këtë arsye kullat tona janë me ngjyra të ndryshme. Njëra është si bezh, tjetra është e gjelbër, e të tjerë. Pra, ideja që e sjellim sheshin në formë vertikale. Këto janë planet tona. Ky është kati i parë, pjesa e gjelbër prej pylli është shumë e rëndësishme për ne, sepse do të jetë një hapësirë shumë e madhe për qytetin, dhe kjo për arsye se ne dëshirojmë të kontribuojmë në zhvillimin e qytetit, sepse ne mendojmë që ky është një projekt urban, sepse në fundit ju kërkuat një masterplan, jo thjesht një projekt ide. Në nivel pra të katit të parë, këtu shikoni do të kemi pra një shesh dhe edhe hapësirat për parkim.
Këtu është edhe ajo që unë e quaj piano nobile, plani i vetë, pra një ndërtesë moderne mbi shesh, me disa terraca, restorante, kafenera, e të tjerë, dhe të gjitha janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Ndërsa këtu, shikoni, The usual floor plan with housing offices. gjithmonë katjen e parë, dhe është e qartë që mënyra se si janë vendosur ndërtesat janë pranë njëra tjetrës. Pra, shikoni që gjenden kanë afërsi me njëra tjetrën, po janë të organizuara me një synim të caktuar. Kështu që ky është plani, do duhet që ta mbyllni sepse ju kaloi koha. Okej. Ky është edhe këto janë shtresat e ndryshme. Këtu mund të shihni për shembull hapësirën e përbashkët, që është një hapësirë vërtet e madhe publike. Jemi treguar shumë bujar, ky është Palazzo Civico, se kështu e quaj unë, që do të thotë që kemi teatrin, kinema, kemi kazino, dhe kemi edhe një hapësirë publike, po të ngritur,